All rise. Të gjithë në këmbë. The Kosovo Specialist. Dhomët e specializuara të Kosovës që në seansën. Ju lutem uluni. Zonja sekretare, paraqisni lëndën ju lutem. Sekretare, mëngjesit të nderuar gjykatës, kjo është çështja e KSCB 2023-12, prokurori specializuar kundër Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isnik Ilajt, Fadil Fazliu dhe Hayreddin Kuçit. Mirëmëngjesi të gjithëve në sallë të gjyqit dhe jashtë, dhe mirëmëngjesi atyre që janë të lidhur përmes videolidhjes, sa mund të prezantohen pale duke filluar me prokurorin. Prokuroria. Mirëmëngjesi nderuar gjykatës, Joshua Heves, në emër të zyrës së prokurorit të specializuar, bashkë me mua janë kolegët e mi, Julie Mann, Claire Brent Hicks dhe Dirkjan Laman. Gjykatësi, faleminderit. Tani i drejtohem mbrojtjes sipas renditjes në akt akuzë. Zonja Menegon, mirëmëngjesi. Unë jam mbrojtës specializuar për Hashim Thaçin, quhem Sofi Menegon. Bashkë me mua është zoti Lirim Grejçevci dhe zonja Lea Elix Cornelison dhe zonja Lisa Clemens. Faleminderit. Gjykatësi, faleminderit. Zoti Yris, nderuar gjykatës, unë jam Jonathan Elistan Yris, avokat në Mbretërinë e Bashkuar, përfaqësoj pak së pari fillimisht do t'ju informoj të nderuar se për shkak të angazhimeve të tjera më duhet të largohem nga seanca pas një ore, por zoti Ban, që është bashkë mbrojtës, është informuar për këtë dhe do të paraqes të përfaqësoj interesat e klientit gjatë seancës së pjesës që ngel. Gjykatësi, në rregull, faleminderit, jam informuar për këtë zoti Juris. Zoti Edwards, mirëmëngjesi, përfaqësoj Isnik Ilajn në anën time të djathtë. Kam Eva Kalbë, Joe Holmes dhe përmes video lidhjes Omar Soliman. Faleminderit. Zoti Josef Ciak, mirëmëngjes nderuar gjykatës. Unë përfaqësoj zotin Fadil Fazliu sot në mëngjes, bashkë me mua këtu në anën time të majt është zonja Yuqing Liu. Zoti Admiral, mirëmëngjes nderuar gjykatës, unë quhem Aleksandr Admiral, mbrojtës i specializuar dhe përfaqësoj këtu zotin Kuçi. Gjykatësi, në rregull, mund të prezantohen tani përfaqësuesit e zyrës administrative. Gjykatësi, faleminderit gjithë për prezantimin, për pranimin tuaj dhe të akuzuarve që janë të pranishëm në sallën e gjyqit. Në veçanti, unë jam Christopher Gosson, gjykatës i vetëm në këtë çështje. Jam si gjykatës i vetëm në këtë çështje në pajtim me nenin 15.2 të ligjit mbi dhomat e specializuara, që e lejon këtë gjë kur bëhet fjalë për vepra penale që nuk cilësohen si krime të rënda sipas nenit 22 të Kodit të Procedurës Penale të Kosovës. Me 12 nëntor 2028, gjykatësi i procedurës paraprake me kaloi dosjen e kësaj lëndë, kësaj çështje mua me 17 nëntor 2025, siç kërkohet nga rregulla 116.2, lëshova nxora kalendarin për seancën e sotme, duke kërkuar parashtrime nga palët për disa pika të caktuara që janë relevante për përgatitjen e fillimin e procedurës gjyqësore në këtë çështje. Në këtë urdhër, që është parashtrimi 549, thash se do të përdorja kompetencën time për të kombinuar seancën për përgatitjen e gjykimit,
sipas rregullës 117 dhe seancën për përgatitjen e ZPS sipas rregullës 118 për të bashkuar këtë në një konferencë të vetme, pra një seancë të vetme që do të ndodhte sot. Konstatoj se ZPS-ja në parashtrimet e saj, në parashtrimin 559 ka kërkuar që këto dy seanca të ndveçohen, që me sa shoh është kërkesë pra për të rivlerësuar vendimin tim. Këtë vendim do të lidhur me këtë kërkesë do ta marr në fund të seancës së sotme, por do të shtoja që tani se pavarësisht se si cilësohet apo klasifikohet kjo seancë, nuk do të hezitoj të caktoj seancat e tjera për ecurinë dhe për përgatitjen e çështjes sipas kërkesës së ZPS-s, në rastet kur duhet të jetë nevojshme për përgatitjen e gjykimit dhe klasifikimin e seancës së sotme, dhe klasifikimi i seancës së sotme nuk do të përcaktoj fillimin e datës së gjykimit. Përpara se të fillojmë, do t'ju kujtoja të gjithëve që marrin pjesë sot dhe ndërhyjnë, kryesisht duke patur parasysh numrin e madh të njerëzve që ndajnë të njëjtën gjuhë anëtare, që të flasin në ritëm të arsyeshëm dhe të mos flasin në njëkohësisht. Është pra në këtë mënyrë ju japim mundësinë përkthyesve dhe stenografëve që të bëjnë punën e tyre, që është shumë e rëndësishme për të siguruar që të akuzuarit të kuptojnë tërësisht gjithçka që thuhet në seancë. Ju lutem përpiquni të formuloni parashtrimet tuaja në një mënyrë që shmang mundësinë detyrimin për të kaluar në seancë private, por natyrisht nëse është e nevojshme, që duhet t'ju referoheni dokumente apo informacione konfidenciale, natyrisht do të kalojmë në seancë private për këtë qëllim. Seanca e sotme do të fillojë sa i përket seancës së sotme, do të vazhdojmë deri në orën 11, pastaj do të bëjmë një gjysmëore pushim dhe do vazhdojmë deri në orën 1. Pastaj, nëse ka nevojë, do të bëjmë edhe një seancë në pasdite nga ora 2:30 deri në orën 4. Dua të falenderoj të gjitha palët për parashtrimet e tyre shumë të dobishme në kuadër të përgatitjes së seancës së sotme, që zvoglon në mënyrë të konsiderueshme numrin e temave që duhet të diskutojmë sot gjatë seancës së sotme dhe na ndihmon në qartësimin e disa pikave të mospajtimit apo mospërputhjes, qëndrimet mospërputhëse të palëve. Propozoj që të vazhdojmë duke ju bërë palëve disa pyetje që dalin burojnë nga këto parashtrime, dhe në fund nëse dikush dëshiron të ngrejë çështje të caktuara relevante për përgatitjen e gjykimit, atëherë mund ta bëjnë këtë gjë, natyrisht duke patur parasysh që nuk ka nevojë të përsëriten parashtrimet që janë bërë me shkrim. Pra, duhet të filloj me një temë ku duket që ka një pajtim apo qëndrime të përbashkëta, pikpamje të përbashkëta. Kjo ka të bëjë me emocionin për prova jo-gojore. Do doja që të filloj me diskutimin sot për një temë që duket që ka një lloj marrëveshje. Dhe konstatoj që së të dy prokuroria dhe mbrojtja thashë të paktën duket sikur kanë të njëjtën pikpamje lidhur me këtë emocion që duhet të paraqitet dhe të dorëzohet para fillimit të gjykimit. Lexoj se prokuroria është e përgatitur të paraqesë këtë emocion gjatë javës së 15 dhjetorit 2025. Konstatoj gjithashtu se zoti tha që nuk ka kundërshtuar afatin kohor për parashtrimin e emocionit, por kërkon që kalendari apo planifikimi të përshtatet në qëllim që mbrojtja të ketë kohë të mjaftueshme për të përgjigjur, përfshirë duke pezulluar afatet për përgjigje dhe kundërpërgjigje gjatë periudhës së pushimit dimëror. Kjo është në paragrafin 22 të parashtrimit 568. Kam konsultuar kalendaren dhe konstatoj se kjo i bie që të krijohet një periudhë 40 ditore për të përgjigjur, duke supozuar se emocioni për provat jo-gojore dorëzohet me 15 dhjetor. A mund të komentoni lidhur me këtë zonjë Menegon nevoja për një zgjatje të periudhës me qëllim që për t'u përgjigjur emocionit të prokurorisë? Menegon, faleminderit të nderuar. Shqetësimi që unë kisha nuk ishte varet nga numri i materialeve që do të dorëzohen me shkrim, varet nga çështjet ligjore që do të ngriten dhe mund të kemi nevojë për më shumë kohë. Në këtë fazë nuk jam i sigurt për numrin e materialeve që do të paraqiten.
Dhe dua të rezervoj pra qëndrimin tonë lidhur me këtë, nuk jam i sigurt se do kemi absolutisht nevojë për një zgjatje të tillë, por mund të ndodhë kjo gjë. Pra kjo varet nga numri materiale që do të marrim përmes këtij mocioni nga prokuroria dhe mund të kërkojmë një zgjatje. Gjykatësi, faleminderit zonja Menegon, besoj që zoti Thaçi ngriti dorën. Zonja Menegon, është vërtet, në fakt ai më tha që donte të bënte një koment të shkurtër, nuk e di nëse duhet t'ia jep një fjalën tani. Nuk është e lidhur drejt për drejt me çështjen e kalendarit. Gjykatësi, ju sugjeroj që të vazhdojmë me agjendën dhe pastaj zoti Thaçi do të jep mundësia të bëjë një ndërhyrje në fund të seancës sotme. Zonja Menegon, faleminderit. Gjykatësi, prokuroria ka ndonjë koment lidhur me natyrën e mocionit për provë jugojore? Lidhur me kohën për përgjigjet, pra që prokurori Havec, faleminderit gjykatës. Ne ja lëm gjykatës që të vendosë afatin kohor për përgjigjet. Ajo që duhet të them dhe që mund të them është ndonë se do ketë një numër të konsiderueshëm materialesh që do të dorëzohen përmes mocionit për prova jugojore, që ne kemi parashikuar tashmë, apo mocionet të tjera për pranim provash me shkrim, kategoritë janë të pakta, të veçuara dhe të ditura, pra po them thjesht që numri nuk ndihmon. Mund të jenë 200 dokumente me shkrim nga qendra e paraburgimit dhe janë dhe të gjithë për të gjitha ka një bazë, pra një justifikim ligjor për të paraqitur dhe ato kanë një që dhe është i njëjti pra për sa i takon nevoja për të vendosur mbi mocionin. Pra mendoj se i kemi bërë 2 kategori, i kemi përfshirë të gjitha ato në 2 kategori dhe ne kemi dorëzuar këtë përmes parashtrimit, pra shumë transparente dhe do të thoja gjithashtu që kemi patur diskutime me palët e tjera që janë shumë të dobishme dhe falenderoj të gjitha palët për këtë, në një përpjekje për të zvogluar këto kategori, për të ngushuar këto kategori dhe për të arritur një marrëveshje për njërin apo për të dyja prej këtyre kategorive. Do vazhdojmë duke bërë këtë gjë. Natyrisht është vendimi juaj nderuar gjykatës për të pranuar edhe në rast kur ka mosmarrëveshje, por ka disa prej tyre për cilët jemi pajtuar dhe jemi në gjendje që t'ua prezantojmë juve. Gjykatësi, zoti Habeza, kuptoj se ju po planifikoni të paraqisni një mocion për prova jugojore që është ngjashëm në formë me mocionet për prova jugojore që janë paraqitur nga ZPS në rastet në çështje të tjera. Zot prokurori, po, gjykatësi, ekipet e tjera të mbrojtjes kanë komente lidhur me paraqitjen dorëzimin e mocionit për pranim të provave jugojore përpara fillimit të gjykimit dhe afatet pra për përgjigjet e tyre. Zoti Iris, të nderuar prokuroria, nëse duan të bëjnë një kërkesë të kësaj natyre, duhet ta bëjnë atë sa më shpejt që është mundur. Koha që na duhet për të përgjigjur është e kemi dhënë këtë në parashtrimet tona. Dhe kjo do të marrë përgjigje më të qartë në momentin që prokuroria e bën këtë kërkesë, për një kërkesë të tillë. Dhe pastaj mund të shohim dhe të vlerësojmë se çfarë ka brenda, mund të vlerësojmë nivelin apo shkallën e pikave që mund të jenë kontroverse për të cilat nuk pajtohemi, edhe në shkallën e të cilën ju i nderuar gjykatës do të përcaktoni pjesërisht apo në tërësi lidhur me to. Neve na duket që mënyra më mirë për të ecur me të do të ishte që të vendoset një kalendar strikt, afate të caktuara strikte për prokurorinë që të bëjë kërkesa të tilla dhe jo vetëm që të kërkohet atyre që të paraqesin bazën mbi të cilën kërkojnë pranueshmërinë e këtyre dokumentave përmes mocionit dhe pastaj ju ta vlerësoni atë. Kjo mund të bëhet me shkrim ose përmes një konferencë për ecurinë e çështjes, mund të bëjmë parashtrime në momentin e duhur, sa i takon rendit dhe afateve për të përgjigjur, sepse siç e dini ka pjesë të saj që nuk ka nevojë të trajtohen menjëherë dhe ka pjesë të tjera që duhet të trajtohen. Pra kjo është mënyra mirë për të vazhduar me të. Mendoj që të gjithë
këtu përfshirë edhe juve, kryesisht juve nderuar gjykatë, do të ndihmoheshit nga prokuroria nëse nëse ju kërkoni atyre që të bëjnë këto kërkesa, sepse janë të domosdoshme për të përgatitur ato që ata mendojnë janë të domosdoshme për përgatitjen e paraqitjes së çështjes së tyre në gjykim. Në momentin që ne do t'i marrim, do të shohim që mënyra më të mirë për të trajtuar ato. Gjykatësi, faleminderit. Ndonjë koment nga mbrojtjet e tjera, zoti Eduard Sio, faleminderit. Me legon thjesht desha të qartësoj, mendoj që ju përmendet një afat 40 ditor për të përgjigjur, por shoh që parashtimi mund të bëhet 15 dhjetor dhe doja që të kishim mundësi të përgjigjeshim, që i vjen që ne duhet të përgjigjeshim me 25 dhjetor dhe po mendoja të kërkonim një zgjatje, për shembull deri në javën e parë të janarit, për shembull 5 janar do të ishte shumë më pak se 40 ditë. Faleminderit. Thjesht dua të theksoj se pajtohem me kolegun tim zotin Yuri se mund të kërkojmë një zgjatje, kur në momentin që të marrim kërkesën e tillë do të shohim mënyrën më thjesht për ta trajtuar atë. Gjykatësi, faleminderit. Në një kërkesë parashtim tjetër, zoti Jong, jo, gjykatësi. Ne do në momentin e dur do të nxjerrim kalendarin ku merret me këtë pikë së pari. Dhe kjo do të vendoset ose sot ose më vonë, jo më vonë se të hënën, sa për t'ju informuar. Tani ku kaloj tek çështja e dëshmitarëve, dëshmitarët që do t'i japin probat që janë dëshmi dhe që do të dëgjohen në këtë rast, dhe falenderoj në këtë çështje dhe falenderoj palit për qasjen e tyre konstruktive dhe pjesëmarrjen e tyre konstruktive në disa çështje shumë konkrete dhe për vlerësimet që kanë të bëjnë me kohën që duhet për dëshmitarit. Prokuroria konstatoi, ka paraqitur çështjen e tyre pra provat kryesore, mendojnë ata nuk do të zgjasin në shumë se 2 javë për të paraqitur gjithë provat e tyre dhe propozon që të gjithë dëshmitarët të dëgjohen në mënyrë të njëpasnjëshme në fillim të shkurtit dhe meqense kozgjatja e dëshmitarëve në këtë çështje mund të ketë ndikim në datën që do të caktohet për fillimin e gjykimit, desha të sigurohem që ne kemi një kuptim sa më të qartë është e mundur për kozgjatjen që mund të presim kohën që presim të duhet për të marrë në pyetje secilin për këtyre dëshmitarëve. Tani sa ata kanë dëshmitarë 7, konstatoj se prokuroria ka konfirmuar se ata kanë paraqitur sipas rregullës 154 të rregullores 3 dokumentet që janë nxjerrur më herët dhe dëshminë e tij kryesore. Deklaratën e tij. A mund të qartësoj nëse prokuroria ka në mend që mund të ketë ndonjë mundësi që dëshmia kryesore, jo çështja e marrjes në pyetje, jo marrja në pyetje nga pala kundër pra nga mbrojtja, por dëshmia që do të jepet për prokurorin mund të ndikohet më tej nga rezultatet e hetimeve që janë akoma në vazhdim sipër. Prokurori mund të ketë ndikim në këtë. Është e vështirë të themi derisa të përfundojmë dhe të marrim rezultatet e hetimeve. Është e mundur që mund të ndikojnë në të, po flasim për orë, një dëshmi që të zgjas me orë, por nëse për hollësitë më të tejshme do t'i kemi më vonë. Varësisht nga rezultati i hetimeve dhe nuk mund t'ju përgjigjem pra tani, gjykatësi pritet që fushveprimi apo pjesë të tjera shtesë të dëshmisë së tij të jenë të kufizuara që të themi që këto mund të trajtohen në mënyrë gojore, pra, po do të keni synimin që të përgatitin ndonjë deklaratë tjetër shtesë dhe ta paraqisni atë si deklarat, pra në atë mënyrë. Prokurori edhe në këtë rast është mundur që mund të kërkojmë një dokument, është thjesht e pamundur që ta themi tani, nuk mund të parashikojmë gjykatësi, sepse në pamjet e parë duket nga deklaratat që kemi tani, se dëshmia edhe në mënyrë të drejtë për drejtë është gjithë përfshirë, se i përfshin gjitha çështjet, përfshirë edhe hetimet që janë në zhvillim e sipër, pra pa hyrë në hollësi të mëtejshme që duhet na kërkon të kalojmë në seancë private. Thjesht doja të dija se cila është çështja apo tema që mund të trajtojë dëshmia shtesë, pra pjesa shtesë e dëshmisë së dëshmitarit 7.
prokurori ajo që mund të themi nderuar gjykat në seancë të hapur është mendoj që dhe mund të kaloj në seancë publike për të trajtuar këtë pikë, por ajo mund të them është informacionet shtesë që mund të vinë përmes deklaratës me shkrim për këtë dëshmitar, me fjalë të tjera pra një dokument shtesë, një deklaratë shtesë, do të ishte shumë i kufizuar në fushëprim dhe qëllimet dhe synimet e tij. Pra do të ishte natyra e gjërave, do të bëj fjalë për natyrën e gjërave të cilat janë tashmë të përshkruara në deklaratën e tjetër. Gjykatësi dhe shoh nga dosja juaj paraparake se ju vlerësoni që kjo koha që ju nevojitet për të marrë pyetje dëshmitarin është 2 orë dhe pas këtij parashtrimi është dhe kjo është bërë pas parashtrimit se për dëshmi të drejt për drejt ju do të paraqisni një në formë të shkruar, pra pas dëshmisë në gjyq. Ato thotë kjo që koha që ju vlerësoni për marrjen në pyetje në sallë të gjyqit është më e shkurtër apo më e gjatë. Prokurori jo detyrimisht kjo varet nga rezultati i mocionit sipas rregullës 154, nëse pranohet apo jo, do të ketë mund të ketë materiale shtesë për cilat nevojitet që cilat nevojiten të trajtohen dhe që janë jashtë fushëprimit të deklaratës së plotë. Pra disa prej pjesa tjetër, gjëja tjetër që desha të trajtoj, sepse janë të lidhura në mënyrë të drejtë për drejtë dhe ju nderuar gjykatëse i ngritet këtë gjë, por çështjet dhe provat e prokurorisë varen nga vendimi që merret për mocionet e për pranimin e provave jugëjore për cilët po flasim dhe kjo natyrisht është situatë normale. Pra në parashtrimet tona të paktën në parashtrimet e tyre të paktën mbrojtja e tha që duket sikur pajtohen me neve dhe edhe këtu vendimi lidhur me ato mocione do të jetë shumë i rëndësishëm dhe i nevojshëm për parashikimin e kozgjatjes së gjykimit që ta bëjmë atë në një mënyrë sa më të rregullt. Dhe kjo është pjesë e asaj që theksova, pra se sa rëndësishme është t'i paraqisim këto gjëra përpara e jush. Gjykatësi a ka në ekipet e mbrojtjes diçka për të thënë apo të komentuar lidhur me kohën që duhet atyre për marrjen e pyetjes të dëshmitarit 7, lidhur me këtë zotërisë që të jemi të qartë, parashtrimet ju falenderoj zotërisë që keni qenë shumë i qartë parashtrimet tuaja me shkrim në dosjen e parake. Pra, doja të pyes ekipet e tjera të mbrojtjes nëse kanë një qendrim për të shprehur lidhur me këtë pikë. Zonja Melegon, siç e kemi thënë, ne synojmë ta marrim në pyetje atë dëshmitar. Faleminderit zoti Edward. Edhe ne synojmë ta marrim t'i bëjmë pyetja e tij. Do të jetë një marrje në pyetje që nuk do të jetë shumë e gjatë. Kam gjithmonë vështirë të hezitoj që të them saktësisht kohën që do të na duhet, po sigurisht brenda një seansi gjyqësore. Dhe nëse me lejohet, me qenë se jam këtu duhet të bëj një koment sepse kolegu im nga ZPS-ja sapo tha që pavarësisht 3 deklaratave të plota të dhëna nga dëshmitari 7 mund të ketë dëshmi të tjera shtesë gojore që lidhen me materiale shtesë që janë jashtë fushëprimit të këtyre 3 deklaratave, po gjëra që nuk janë përfshirë në këto deklarata. Dhe mu kujtua se nëse ndoshu ZPS-ja ka kohën që të zvogloj informacioni shtesë me shkrim në një deklaratë të 4, e cila mund të shkurtonte pra dhënien e dëshmisë në gjykatë të dëshmitarit në shumë pak gjëra dhe kjo do të ndihmonte edhe juve nderuar gjykatëse dhe ekipet e mbrojtjes për të trajtuar këtë material shtesë. Thjesht e ngrita këtë sepse është diçka që ZPS-ja mund ta marrë parasysh dhe mund të jetë diçka që ju nderuar gjykatës mund të dëshironi ta merrni parasysh të nxjerrni një urdhër lidhur me këtë. Gjykatësi faleminderit dhe sa për të shtuar, kjo është një çështje për cilën kemi pasur diskutime mes palëve dhe do të ishte shumë e dobishme që të arrijmë një marrëveshje lidhur me këtë pikë në veçantë. Zoti Jong, faleminderit, qëndrimi jonë është ne sigurisht duam t'i bëjmë pyetje dëshmitarit 7, por nuk presim që të marrë më shumë se 1 orë apo 2 lidhur me çështje të ndryshme, sa i takon çështjes dëshmisë së dhënë në mënyrë të drejtë për drejtë, pra ky gjykim përmban do të trajtojë shumë dokumente dhe shumë pak dëshmitarë dhe ne shohim që prokuria duket se po sugjeron se ata duan të mbështeten në 3 dëshmitarë dhe do t'ju kërkoja sot
dhe pale që të marrin parasysh një lloj rendi, pra shpresoj që diskutimet mes palëve që kemi patur na kanë dhënë një ide të rendit të mundshëm të paraqitjes së dëshmitarëve dhe do të isha shumë falendërues që të na tregohet na të informohemi paraprakisht përpara gjykimit mbi rendin e paraqitjes së dëshmitarëve dhe kam një pikë tjetër që do ta trajtoj pak më vonë lidhur me politikën e thirrjes së dëshmitarëve nga prokuroria, për ata mënyrën se si e bëjnë, metodën e tyre. Gjykatësi, faleminderit. Zoti admiral, faleminderit, varet nga rezultati i vërtetimeve që janë në vazhdim me sipër të pakryer akoma. Gjykatësi, faleminderit. Zoti Iris, unë kam shprehur qëndrimin tim lidhur me dëshmitarin 7, megjithatë dua të ngrej diçka që është shqetësim për mua dhe kjo del drejt për drejt nga diçka që zoti Havec, prokurori, tha lidhur në emër të diskutimeve që kemi patur që në fakt ishin shumë të dobishme nga dy palë. Zoti Havec pranon se do të ishte se të gjithë do të ishim shumë më mirë të informuar që të merrnim me çështjet e përgatitjes së gjykimit, për shembull ZPS-ja ka dhënë paraprakisht para datës së sotme ka informuar për kërkesat e tyre për të pranuar dokumente, materiale, prova materiale shkresore, përveç atyre që pranohen përmes dëshmitarit, ata do të bëjnë një mocion për pranim të provave jo gojore, që sipas atyre është baza për pranueshmërinë e këtij materiali. Pajtohem me këtë, gjithashtu vërej se lidhur me këtë çështje, ka 12 muaj para që prokuroria do kishte kohë dhe duhet ishte përgatitur për gjykim tani më. Kjo është arsye pse përsëris së pari që duhet që prokuroristi t'i jepet afate shumë të shkurtra për të paraqitur të kërkesat e hollësishme dhe të detajuara për paraqitjen e provave përmes rrugës së zakonshme, pra dëshmitarit që paraqitet në sallë dhe kjo të bëhet në mënyrë të menjëhershme. Së dyti, diskutimi lidhur me dëshmitarin 7 duket se bazohet të paktën sa i përket prokurorisë në faktin se gjithë gjëja po lëviz po ecën në mënyrë të shpejtë dhe jo se ata kanë diçka për të nxjerrur apo prova dëshmi për të nxjerrur nga dëshmitari 7, por kjo varet nga vazhdimi i hetimeve dhe rezultati i tyre. Tani kjo nuk është shumë e saktë sepse çdo përpjekje në kohë të dur, pra kur vi për të nxjerrë dëshmi apo prova të mëtejshme, duhet të shoqërohet me një shpjegim për arsyen, me një shpjegim për fazën e vonuar të momentit kur bëhen këto, pra. Thjesht dua ta bëj të qartë sepse kjo na duket neve se ZPS-ja po punon mbi bazën e supozimin që koha atyre është e pakufizuar. Gjykatësi, faleminderit. Tani kalojmë tek dëshmitari 9, mund të pyes prokurorinë nëse kanë nxjerrur deklaratat e lidhur me këtë dëshmitar mbrojtjes, zoti Havec, ne kemi nxjerrur atë që mendojmë janë 4 shënime zyrtare për këtë dëshmitar, nuk janë deklarata në mënyrë formale, sepse nuk janë marrë në një kontekst formal, por janë shënime zyrtare të tija dhe ku ai ka shënuar se si pra ka marrë prova nga pajisje elektronike dhe këto janë pra. Ai është gati të japë dëshmi lidhur me këtë çështje dhe ai është dëshmitari tjetër sipas rregullës 154. Tani drejtori i mbrojtjes, sa kuptoj që tani flasim për vlerësime të përgjithshme, por dua të di për jush mbrojtjes qëllimin tuaj lidhur me bërjen pyetje të dëshmitarëve. Sa mendoni se do të zgjasin këto pyetje? Sonja Menegen, faleminderit, jemi gati të bëjmë pyetje, por nuk mund t'ju them në këtë moment se sa kohë do të zgjasin ato. Zoti Ris. Mr. Rees, I don't know. Zoti Ris, nuk e di më dëgjoni? Ris. Qëndrimi është i njëjtë me atë të zonjës Menegen. Faleminderit. Zoti Edwards,
Edhe ne kemi të njëjtën qëndrim. Gjithashtu dhe ne, thë zoti Joseph Fick. Zoti Young, të njëjtin, por në varësi të hetimeve. Gjukaci, faleminderit. Tani vim tek dëshmitari 8. E kuptoj që janë nxjerrë disa materiale lidhur me këtë dëshmitar, por a mund të konfirmojmë nëse ndonjë prej nxjerrjeve të materialeve duke përfshirë deklaratën a përbëjnë ato raportin ekspert dhe kur prokuroria synon të paraqisë këtë si raport eksperti. Prokurori, faleminderit. Raporti ekspert nuk është deklarata. Ajo ishte për të sqaruar raportin. Ne kemi nxjerrë raportin e ekspertit me datë 14 dhjetor 2024 dhe do ta paraqisim me shkrim me letër pra, por do ta përdorim pra në pyetjen tonë. E kuptoj që mbrojtja e zotit Thaçi ka kërkuar dokumentacion shtesë të cilin ne do t'ja u japim në bazë të rregullit 102.3 të hënën në bazë të pyetjeve bazë të cilat shpunë u bën shkak për këtë raport, por besoj pra që do t'u japim të hënën. Por për qëllimet tona ose raporti ndërkohë i nxjerr apo lista e dëshmitarëve me qëllim që do të dëshmojnë si ekspert ka vënë në lëvizje pra kërkesën 149. Gjykatësi e kuptoi. Erën në 11.8299 deri në 11.81.8304, pra ju lutem kontrolloni edhe një herë dhe konfirmoni që është apo jo raporti ekspert për të cilën i cili po paraqitet në bazë të 141. Ka ndonjë pyetje ekipet e mbrojtjes lidhur me këtë dëshmitar? Janë në gjendje të na japin ndonjë vlerësim lidhur me pyetjet, kohën që kërkojnë pyetjet e tyre? E di që dosja paraprake e zotit Thaçin lidhur me çështjen e printimit të shtypur. Dhe kjo provokon pyetjen pra, nëse keni ndërmend t'i bëni pyetje këtij dëshmitari dhe nëse po, sa kohë do t'ju duhet? Avokatja më negon po. Do t'i bëjmë pyetje, por nuk u jep dot një vlerësim për kohën që do t'na duhet. Zoti Ris, edhe ne kemi të njëjtën qëndrim. Gjykatësi, kjo vlen për të gjithë ekipet e mbrojtjes? Nëse jo, mund të shprehni. Zoti Edwards, po, ky është qëndrimi ynë. Kolegu i nderuar i ZPS-s para një momenti tha që kemi kërkuar dokumentacion shtesë që lidhet me raportin ekspertit. Më duket se bëhet fjalë për 9 apo 10 dokumenteve të tjera. Në varësi të rezultatit të kërkesës son për prova shtesë, kjo do të ndikonte në vlerësimin ton të kohës që do të na duhet për t'i bërë pyetje. Por në këtë moment përsëris nuk e dim se sa do të zgjasin këto pyetje. Zoti Young, mund të them që në base ka shumë gjëra që nuk do të kemi pyetje për dëshmitarin tjetër, por nëse kemi të njëjtën pozicion për qëndrim. Zoti Admiral, një lloj si më parë. Gjykatësi kur thonë një lloj si më parë, e keni fjalën për të njëjtin qëndrim se dëshmitarin 7 apo si tha zoti Young? Jo, për një lloj si për dëshmitarin 7. Faleminderit. Nëse mundet, thot prokurori, kam diçka. Faleminderit zoti Edwards që e ngriti këtë çështje. Dje morëm 1, 2, 3 kërkesa që ai përmendi
Do t'i rishikojmë në momentin e duhur. Nuk dua t'ju heq vëmendjen, po me që po flasim për rregullin 149 dhe raportin e ekspertit, një apo disa prej ekipeve të mbrojtjes mund të kërkojnë ekspertet të tyre dhe mund të lidhen me këtë të njëjtën temë, pra me printimin. Nëse ndodh kështu, në bazë të rregullit 149 ju kërkojmë i nderuar gjykatës të përcaktoni një datë arsyeshme pasi të merrni raportin e mbrojtjes nëse do të ketë, nuk e themi dot 2 ditë përpara se të vijë eksperti, duhet ta dim përpara. Gjykatësi po thonë që këto raporte duhet të vinë përpara paraqitjes së dëshmitarit. Prokurori jo, por them se nuk kemi datë dhe nuk e dim sa raporte mund të ketë nga ana e mbrojtjes. Gjykatësi nuk është fundi i dëshmitarëve të mundshëm të prokurorisë, sepse ka një mocion apo të paktën një kërkesë në SMAK-aj, në SMAK-aj, në dosjen paraprake të SMAK-aj, se prokuroria mund të jetë detyruar të thrasë një dëshmitar të caktuar, pa u futur në këtë moment, pa diskutuar themelin e një kërkese të tillë, dua së parë të mësoj qëndrimin e prokurorisë për këtë kërkesë. Qëndrim prokuroria, ne mbështetemi në rastin që nuk kemi të detyruar që ta thresim atë dëshmitar dhe tani që po flasim nuk kemi ndërmend ta thresim. Gjykatësi, zoti Ris, pa e diskutuar çështjen këtu në këtë konferencë për rezolucionin e çështjes, çfarë mendoni ju për këtë që sapo tha prokuroria? Ris, kjo është herë e parë që prokuroria e vën në duke këtë lloj qëndrimi. Jam mirënjohës, ne do të diskutojmë, do të mendojmë dhe mbasi të diskutojmë, do të bëjmë atë që na duhet, duket e përshtatshme. Faleminderit, gjykatësi. Tani i kthehem në fakt variablës së rëndësishme që ka të bëjë me fillimin e çështjes, që është çështja e hetimeve të vazhdueshme që po vazhdojnë të prokurorisë. Kam një numër pyetjesh të cilat dua t'ia drejtoj prokurorisë në radh parë dhe pasi të kemi diskutuar këto pyetje, do t'i kërkoj mbrojtjes të komentojnë për përgjigjet që do t'ja prokuroria. Vëre se në parashtrimin e prokurorisë 559 qëndrimi i ZPS-s është që gjyqi nuk mund fillojë, këtu citoj nga paragrafi 3, pasi të kenë përfunduar, përpara se të kenë përfunduar hapat e mbeturat hetimore. Dhe pastaj ju thoni në paragrafin 3 që gjykimi mund të fillojë në fillim të shkurtit 2026. Vëre gjithashtu se vlerësimi juaj se kur hetimet mund të përfundojnë, dhe këtu citojnë nga paragrafi 7 i parashtrimit tuaj, varet se kur ZPS-ja do të marrë materialet nga një ofrues i jashtëm shërbimesh dhe se atëherë mund të ketë, dhe citoj prap, mund të ketë hetime të mëtejshme në vijim, mbyllet citimi. Pastaj ju përmendi një hap hetimor në paragrafin 20, i cili dhe do të filloj në shkurt 26-ën, mbaroj citimin, dhe nga dokumentet e tjera të paraqitura nga administratori dim se ofruesi i jashtëm na ka thënë se data e dorëzimit do të përfundoj kur të filloj puna në janar 26. Pra, dua të kuptoj natyrën e parashtrimit tuaj, sipas të cilit gjykimi mund të fillojë në fillim të shkurtit. A jeni duke thënë, zoti Hapit, se jeni gati të filloni gjykimi në fillim të shkurtit si do të vi puna, apo po thoni se varet nga statusi e hetimeve ashtu siç mund të jetë ai në fillim të shkurtit? Prokurori, faleminderit. Së pari, ti përgjigjem pyetjes që bët më parë.
ju e thatë të drejtë, e citua drejt RNN, data e raportit është 14 dhjetor, ju e thatë saktë. Përgjigja e pyetjes suaj është kështu. Varet pak nga rezultati përfundimtar dhe zgjidhja e këtyre hapave që janë akoma në vijime sipër. Dy janë zgjedhur në 2 ditët e fundit. Me kënaqësi mund të them atë që është me rëndësi. Përveç një kërkese për sqarim që nuk e kemi zgjidhur, lidhur me një numër metadatash dhe nuk do të zgjasi shumë, na kërkoj edhe pak informacion. Ndryshe i gjithë hetimet që kemi parashikuar me një kusht janë në përfundim e sipër nga ajo që mund të themi, nga puna që po bëjnë parat e jashtme, nuk do të zgjasë më shumë se mes janarit. Disa prej materialeve duhen përkthyer dhe duhen analizuar dhe vlerësuar për rëndësinë e tyre dhe të nxirren sa më shpejt që të jetë e mundur të gjitha palëve. Dhe pastaj mund të formulojmë kërkesa që këto materiale t'ia shtojmë provave, listës sonë të provave materiale. Nuk është një, të themi, hetimi pafund. Është i synuar për gjëra specifike të cilat kemi kërkuar dhe të gjitha janë pjesë e kësaj çështje dhe nuk bëhet fjalë për ndonjë hetim tjetër. Në ZPS ka ngushtuar objektin e hetimit për të përqendruar në provat më me rëndësi që duket se ne kërkojmë. Gjithashtu duhet të vënë në dukje dhe faleminderit që më dha fjalën, vonesa për të cilin flasin është vënë në lëvizje për shkak të 2 sistemeve të cilët të dy, sipas përkufizimit, përmbajnë informacion mundësisht të privilegjuar. Po të kishën pas mundësi t'i bënin vetë, do të kishë zgjatur më pak gjithë kjo punë. Po, kjo është arsye e vonesës. Ne presim që këto hapa të përfundojnë në mes të janarit. Ka mundësi, ka gjasa, që një nga hapat në veçanti mund të kërkoj një ndjekje të synuar dhe varet nga rezultati që do të kemi. Nuk flas dot tani për të. Për sa i takon fillimit të gjykimit, dhe atë keni parasysh me pyetjen tuaj, duke pas parasysh parashtrimet tona të mbrojtjes, urdhrat që kanë dalë që nga atëre, e kam shumë të qartë që materialin do ta kemi në mes të janarit. Dhe ndërkohë përpara apo mbrapa mund të kemi të ndjekim çështjen. Mbase mund ta ngushtojmë dhe më tepër dhe ta reduktojmë punën e palës jashtme. Ajo që ka më kuptim bazuar në parashtrimet e palëve është që të kuptojmë provat që kemi dhe të kuptojmë që ajo që ne sugjerojmë do të jetë pra në mes apo në fund të shkurtit. Pra, për sa i takon, pyetja është, a do të na lejoni që t'i përfundojmë të gjitha këto hapa dhe t'i kemi dëshmit pastaj t'i paraqitim këtu. Gjykatësi, shqetësimi që kam unë është se këto hetime nuk janë nën kontrollin e një farmase të gjykatës. Dhe siç ju e dini më mirë mbas më mirë nga të gjithë, ka pasur vonesa dhe në vlerësime jo të sakta lidhur me hapat, me shpejtësinë e hapave që do të përfundonin. Edhe në parashtrimin tuaj 420 ju keni thënë që 14 nëntor 25 ishte një kohë e përshtatshme për kalimin e çështjes në fazën e hetimit, por siç e dini nga rregullorja, kjo do të përfshinte që gjykimi të fillonte brenda 60 ditës.
ditëve që i binte në mesin e janarit. Ky është vlerësimi që keni bërë në 25 gusht 25 dhe siç shihet ka kaluar që ka ajo kohë dhe ju e keni shtyr gatishmërinë tuaj për të filluar gjykimin me 3 javë. Pra, çfarë ju bën tani të sigurt që nuk do të ketë pra vonesa të tjera? Për këtë kërkoj që të futemi në seancë private që të flas pak më me hollësi për hapat e nevojshme. Të kalojmë, lutem, në seancë private.
Your Honor, we're in public session now. Sekretari me seancë publike. Është e qartë nga dosjet gjyqësore që përkthimi dhe zbardhja do të jetë e rëndësishme për këtë çështje gjyqësore, vërej që ka një udhëzim nga zyra administrative për mënyrën se si kontrollohet verifikimi i përkthimit me gojë dhe me shkrim. Është një urdhër i datës 30 maj 2019, mund ta kërkoni. Pra 30 maj 2019 KSCB do 14 orë. Keni parasysh këtë dokument, sepse do t'ju duhet her pas here të kuptoni se si duhet bëni kërkesat për verifikim. Dhe ju lutem njihuni me këtë dokument sa më shpejt që të jetë e mundur. Dhe këto kërkesa të jenë sa më të kufizuara, nëse është e mundur, në mënyrë që të trajtohen në kohë. Dhe nëse ka probleme lidhur me përkthimet me shkrim, me gojë, verifikimet, ju lutem mjaftoni sa më shpejt trupin gjykues. Mbrojtja e Smakaj ka thënë se as avokati kryesor, as bashkëmbrojtësi nuk do të jenë të disponueshëm nga 27 marsi deri në qershor të 2026-s. Ne do të diskutojmë edhe për kalendarin e paraqitjes së provave të mbrojtjes. Sigurisht fillon prokuroria me hapjen e çështjes, por pas prokurorisë do të ketë diskutime. Sigurisht kjo nuk ka lidhje me rrëzimin e akuzave sipas rregullës 130, por do të kemi diskutime se kur do të fillojë mbrojtja me dëshmitarët e veta apo me provat e veta. Sidoqoftë, zoti Baudë më duhet ju them, ka mundësi që trupi gjykues nuk do të tërhiqet për 2 muaj dhe të bëjë një pushim deri në momentin që të jeni ju disponueshëm, Baudën. Sigurisht që ne po flasim ende teorikisht për momentin sepse ne nuk e dim datat. Këto ishin angazhime profesionale për të cilat ne kishim rënë dakord përpara. Po sigurisht, nëse lind nevoja, ne do përpiqemi t'i ndryshojmë. Por për momentin këto janë angazhime profesionale për të cilat unë dhe zoti Riz i kishim organizuar më përpara. Do të flasim me zotin Riz, edhe nëse gjykoni që do të ndryshojmë, do përpiqemi të ndryshojmë. Gjykatësi, faleminderit. E kuptoj dhe situatën ku jeni. Po kjo, prandaj po them që është e rëndësishme që të fillojmë sa më herët me diskutimet sa i takon paraqitjes së provave për mbrojtjes. Kështu që do përpiqemi që ta realizojmë këtë në kohë. Na kanë ngelur dhe 7 minuta përpara pushimit. Përpara se të bëjmë pushimin, unë mund t'ju them që unë përfundova me pyetjet e mia për palët. Si kam bërë asnjë pyetje mbrojtjes, i kam lexuar parashtrimet e tyre lidhur me afatet dhe aspektet e ndryshme që duhet të trajtojnë në parashtrimet e tyre. Nuk ishte mungesë interesi nga ana ime, por është e parakoshme që të flas me mbrojtjen në këtë moment. Ka ndonjë gjë që palët duan ta diskutojnë me ne përpara pushimit? Me negon. E kuptoj që po flisni për kalendarin. Dua t'ju informoj se në çështjen 6 trupi gjykues ka shtuar 2 data për argumentat përmbyllës me 16 dhe 18 shkurt. Çka do të thotë se ekipi ynë nuk do të jetë i disponueshëm këtë javë. Faleminderit. Edwards. Ndërkohë gjykatës, kemi thënë në parashtrimet tona si unë edhe bashkëmbrojtësi im nuk do të jemi të disponueshëm javën e 16 dhe 20 shkurtit të vitit tjetër, sepse kemi angazhime të organizuara më përpara. Young, nuk kam asgjë për të thënë, ne do t'i dorëzojmë parashtrimet sipas afatet që na keni dhënë, edhe sigurisht do të presim të dorëzoj parashtrimet mbrojtja e Thachit. Admiral, nuk kam asgjë për të shtruar.
A ka prokuroria diçka të mëtutjeshme? Prokurori, vetëm diçka. Ju, kur filluam seancën e sotme, folët për afatet për konferencën përgatitore të prokurorisë. Thjesht do të kuptoja si lidhet kjo me rregullën 118.3, se takon fillim të gjykimit. Kjo është për interesin tim personal. Gjykatësi. Unë nuk do të nxjerr urdhra aktualisht, zoti Hafec, po siç e kuptoj unë, ka disa afate dhe gjykatësi vetëm mund të vendos afate. Pra, nëse ne e konsiderojmë këtë seancë si një seancë të rregullës 118.3 në kuadër të kompetencave që kemi ne për të shtyr afatet, kjo nuk do të thotë që gjykimi do të fillojë më njëherë brenda 30 ditësh. Besoj se këtë desha të dinit. Prokurori, po. Gjykatësi, kemi kompetencë të ndryshojmë afatet. Dhe nëse nuk do i miratohet kërkesa për ndryshim afatesh, atëherë edhe nëse unë mendoj se nuk duhet të filloj gjykimi pas 30 ditësh, atëherë jeni të sigurt që ne do të ushtrojmë autoritetin që kemi në mënyrë që të fillojë gjykimi në kohën e dur. Zoti Thaçi kishte diçka për të thënë? Zoti Thaçi? Kishte diçka për të thënë zonja Menegon? Po, donte të bënte një konstatim të shkurtër kishte për të thënë. Faleminderit i nderuari gjyqtar, mirëmëngjesit të gjithëve. E mirëpres mbajtjen e kësaj seance. Për këtë arsye dhe jam sot në këtë seancë sepse jemi përcaktuar për respektimin e shtetit ligjor. Por i nderuari zoti gjyqtar, është me interes që në këtë gjykat të mos ndodhin gjëra që nuk lejon të ndodhin në shtetet uja përkatëse. Si çdo popull edhe ne, shqiptarët, kemi historinë, traditat dhe vlerat kombëtare dhe shtetërore. Mendoj se caktimi i kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor do duhej evituar. Mbajtja e kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor për mua dhe çdo shqiptar është befasi jo e mirë. Nderuari gjyqtar, së çdo shqiptar ka festë kombëtare, shtetërore dhe familjare, sepse është festa e dinjitetit dhe krenarisë kombëtare, ku si çdo popull i lirë në botë feston edhe kujton. Sot, çdo familje shqiptare dhe institucion edhe i Kosovës edhe kujton edhe feston. Prandaj, mua nuk më mbetet tjetër për t'i uroj shqiptarët për festën e 28 nëntorit të festojnë të bashkuar, krenar dhe me dignitet. Besoj që nëntorit e tjerë do t'i festojnë bashkërisht. Faleminderit shumë. Thank you for that, Mr. Faleminderit zoti Thaçi për këtë fjalë. Më duhet t'ju them që këtë datë e caktuam pasi u konsultuam me të gjitha palët dhe asnjë kundërshtim nuk pati për këtë ditë, për konferencën e ecurin e çështjes apo për konferencën e përgatitjes. Gjykata do të tërhiqet tani, trupi gjykues më falë do të tërhiqet tani për 30 minuta, dhe do të rikthehemi dhe do të nxjerrim një ose dy urdhra me gojë. Sekretarja të gjithë më kamp.
right. Të gjithë në këmbë. Please be seated. Mund uleni. I omitted a Në fillim të seancës nuk përmenda një hap procedural që ishte në fakti kërkoja sekretares së gjykatës të konstatonte praninë e personave që marrin pjesë përmes video lidhjes. Pra, zoti Kuqi, dikush tjetër i pranishëm të? Sekretari i gjykatës, faleminderit nderuar gjykatës, në vendodhjen përmes videolidhjes është i pranishëm zoti Kuqi, unë vetë dhe unë vetë sekretari i gjykatës. Gjykatës, faleminderit. Tani gjykata do të nxjerr urdhrin për kalendarin për fillimin e gjykimit. Do të dorëzohet gjithashtu në formë të shkruar në kohë të duhur. Fillimisht do të nxjerr një urdhër gojor, duke pasur parasysh parashtrimet të bëra me gojë dhe me shkrim të palëve, lidhur me një pikë të afateve, pra të kalendarit. Ky është urdhri i parë gojor. Prokuroria urdhërohet të dorëzojë mocionin për pranimin e provave jo gojore, që të dorëzojë pra të gjitha provat që nuk janë dëshmi të paraqiten që janë pjesë e provave të tyre, përveç ato që bëhen përmes dëshmitarit, dhe kjo do të bëhet me datë 17 dhe jo më vonë se me 17 dhjetor 2025. Urdhri i dytë, afati për parashtrimin e ZPS 578, duke patur parasysh fushëprimin shumë të kufizuar të tij, ndryshohet pra dhe vendoset me datën 1 dhjetor 2025. Nuk do të pranohen kundërpërgjigje lidhur me këtë. Ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj në këtë konferencë për ecurinë e çështjes dhe me këtë seanca përfundon. Sekretarja, të gjithë në këmbë.